për këto çështje, por na flet nga rrjetet sociale. Dhe ajo që shkruan ky ministri në fakt është e pabesueshme. Dgjoni çfarë thot, nëse nuk e keni dëgjuar akoma. Shembull që unë sjell, thot i sjell për të thënë sa i tepërt është pezullimi një ministri. Ministri i pezulluar jo vetëm që nuk firmos dot vetë asgjë, por bën që askush tjetër të mos marrë vendim dhe të firmos. Kryeministri ka një problem, s'ka njeri tani që të firmos, po kjo është çmenduri. Tani Rama thot që varësit e Belinda Ballukut që janë në burg ose janë në arrest shtëpie, janë në hetim dhe janë të pandehur, po habitet Edi Rama pse këta nuk firmosin. Po kjo është çmenduri. Edi Rama tani pret që ai të jetë në hetim dhe ndërkohë të firmosi çati japi Rama. Se në fakt problemi është, ne mendojmë se i futi Spaku në burg këta, po këta në burg i futi Edi Rama. Edi Rama nuk e kupton se si njëri mund të ketë frikë nga burgu. Flasim për jetë njerëzish, edhe këta zonja dhe zotrin këtu, imagjinoni drejtoresha e vis mamaj, shef e financë, thot Edi Rama, jo vetëm që ajo nuk firmos më, po as kjo nuk firmos më. Po si të firmosi kjo zonja, jeni në vete apo jo? Ore janë njerëz, nuk e di nëse kjo është nën, po mund jetë nën, ka fëmijë. Kanë frikë nga burgu. E kuptoni këtë gjë apo jo? Nuk janë gjithë si ju. Kanë frikë nga burgu, kanë fëmijë. Dhe një ditë bukur nga veni marrin e fusin në burg. Dhe fëmijët, jeni prindas, jeni prind. Dhe fëmija thot, kush mami? Është në burg. Se e futi Edi Rama në burg, edhe Edi Rama thot, nuk, po na dëmtoni shumë, sepse zonja këtu nuk firmos, po nga të firmosi kjo? Të shkoj në burg, është në hetim, është e pandehur, është në arrest shtëpie. Kjo është çmenduria e këtij parlamenti. Dhe vina thonë, ne agronësisht të vjen turp ty më thonë, u hodhën për pjetë, një pjesë tu janë drejtora që shpëtuan, mund të shkojnë dhe këta tek te Spaku. Janë drejtora, ish drejtora bën karrierë, i mori Belinda nga drejtora dhe i bëri deputet, thonë, si s'vjen turp ty që flet, vi mua turp që flas dhe flas për korupsionin, mua duhet vi turp, dhe s'duhet ju vi turp juve që mbroni korupsionin, po talleni, po jeni dhe të rinj. Tani ju akoma nuk e keni bërë karrierën brenda Partisë Socialiste, jeni akoma thjesht deputet, nesër mase do bëheni ministra, por nëse ju sot justifikoni vjedhjen e ministrës, nesër çfarë do bëni ju? Çfarë do bëni ju? Juve sot nuk u bën përshtypje vjedhja e miliona eurove, që në vend të shkojnë tek onkologjiku, shkojnë tek xhepat e Belinda Ballukut, shkojnë tek media që ju paguani, që të gjithë e eshtim. Jeni të rinj, thirrini mendjes, sepse edhe këta që sot po rrezikojnë burgun se janë në burg, ishin në vendin tuaj. Nuk e imagjinoni që një ditë do merreshin zvarë, do shkonin në burg, në qeli. Dhe tani qahen. Nuk ju a ka fajin Spaku, ju a ka fajin Rama, sepse Rama u pasurua më shumë se gjithë ju bashk. Tani ka një çështje që në fakt intereson shumë qytetarët. 120 milion euro. Zoti ministër, nuk mund të eshtni, nuk mund të bëni sikur s'ka ndodhur asgjë. Në ministrinë tuaj, zoti ministër, nuk e di nëse ti ishe aty, besoj dhe ti do jesh trembur, se njerëz jemi. Do jesh trembur, se të vi Spaku në zyrë, do jesh trembur dhe ti. Se nuk është ideja pse kanë ardhur, ti thua, ore për çfarë po më kapin, dhe ka i shpejt se të tjerët i kapin pak më vonë, ty po të kapin me njerë. Tani ka ardhur Spaku në zyrat e ministrisë ka ardhur Spaku, te zyra juaj ka ardhur Spaku dhe ju kërkon llogari, zoti ministër, për vjeljen e 120 milion euro nga bankers. Tani, keni një përgjigje apo do heshni? E keni qepur të gjithë tu, nuk flet me njëri këtu? Kjo qeveria praktikisht është shpartalluar, nuk flas, tu s'flet me njëri. Qeveria ku është qeveria? Do flisni 120 milion euro. Tani, si deputet i opozitës, po ju pyes, këto 120 milion euro, duke patur parasysh që Spaku po jeton, ka ardhur në zyrat tuaja, duke patur parasysh që ka një urdhër dhe një shkresë që ka ardhur nga Belinda Balluku që u thot mos vjelni këto 120 milion euro, duke patur parasysh që dhe gjykata kushtetuese më në fund ka marrë vendimin në favor të shtetit shqiptar, dua të di 120 milion euro, zoti ministër, janë vjel apo jo? Nëse jo, çfarë po ndodh me këto para?
Faleminderit. Zoti Sheaj, unë e kuptoj shumë mirë që ky lloj aktrimi Zoti Sheaj, ju lutem ruani qetësinë. Atëherë, të nderuar kolegë, ky ishte diskutimi i fundit për atë projekt ligj. Vazhdojmë në pikën tjetër të rendit ditës, projekt ligji për pranimin e ndryshimeve të Statutit Romës për Gjykatën Ndërkombëtare Penale, për krijimin e agresionit ratifikuar në ligjin numër 8984, datë 23/12/2002. Ka pyetje për projekt ligjin? Nëse nuk ka pyetje, fjalën e ka ministri Zoti Besfort Lamallari. Faleminderit e nderuar drejtuese e seancës. Sot do flas për një projekt ligj shumë të rëndësishëm i cili fokusohet tek agresioni. Dhe për fat keq ne shohim këtu se si ushtrohet agresion verbal ndaj kolegëve deputet që janë përfaqësues të banorëve sa banorëve caktuar në zonat e tyre. Mbase ju kështu mund të flisni me varësit tuaj në call center që ju drejtoni dhe kjo është e papranueshme. Por ju nuk mund të flisni kështu me këtë gjuhë ndaj deputetëve, kolegëve tuaj në Parlamentin Shqiptar. Megjithatë, e nderuar drejtuese e seancës, të nderuar zonja dhe zotrinj deputet, sidomos ju që jeni trinj dhe jeni pjesa më e shëndetshme e kësaj seance. Projekt ligji që ne kemi sjellë këtu sot në kuvend për pranimin e ndryshimeve të Statutit të Romës për Gjykatën Ndërkombëtare Penale për krimin e agresionit është një akt me rëndësi të veçantë sepse lidhet drejt për drejt me angazhimet tona ndërkombëtare, me mbrojtjen e paqes, me forcimin e shtetit të së drejtës dhe me rolin konstruktiv që kemi luajtur vazhdimisht në arkitekturën e sigurisë rajonale e MGR si vend antar i NATO-s dhe që po negocion me Bashkimin Evropian. Shqipëria e ka ratifikuar Statutin e Romës që në vitin 2002, duke marrë përsipër detyrimet të qarta si pjesë e bashkësisë ndërkombëtare në luftë kundër krimeve më të rënda, gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës. Sot, me këtë projekt ligj, ne plotësojmë dhe pasurojmë këtë angazhim përmes pranimit të ndryshimeve që lidhen me krimin e agresionit, një nga format më të rënda të cënimit të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Ndryshimet e propozuara janë miratuar me konsensus nga shtetet palë të